Sërish nga ngjarja e rënd tek mbikalimi tek Tegu. Igli, të përshëndes edhe një herë nëse ke informacione të reja mbi ngjarjen e rënd. Po pandi, pak a shumë është zbardhur dhe dinamika e aksidentit të rënd, pra që solli humbjen e jetës drejtuesit të betonierës dhe plagosjen rënd të një drejtuesi të mjetit tjetër, pra tip Audi. Sipas informacioneve paraprake dhe hetimeve paraprake nga policia e Tiranës, dyshohet pra se automjeti Audi që është përfshirë në aksident dhe betonierja po vinin nga autostrada nga Lundra në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut. Dyshohet se mjeti Audi ka qenë me shpejtësi të lartë dhe është përplasur me betonierën, e cila ka humbur drejtimin dhe më pas është përplasur me barirat metalike të rreth rrotullimit dhe nga përplasja shumë e fortë ka çarë barirat duke përfunduar në pjesën e poshtme të mbikalimit në rrugën autostradën Tiranë-Elbasan, siç duket dhe nga pamjet e drejtë për drejta. Sipas informacioneve paraprake, ende të pakonfirmuara zyrtarisht, drejtuesi i betonierës ka humbur jetën pasi është transportuar në spitalin e traumës, ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër të përfshirë në aksident, mjetit tip Audi, i cili ndodhet në pjesën e sipërme të rrugës, pra në mbikalimin e Tegut, ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Para pak minutash mbërritën edhe 2 ambulanca të tjera pra në vendin e ngjarjes. Ende nuk e dim nëse ka persona të tjerë të plagosur për shkak se ambulanca mbërriti para pak minutash, nëse janë përfshirë në aksident dhe automjete të tjera, pasi në momentin që betonierja ka humbur kontrollin dhe ka rënë nga mbikalimi në pjesën e poshtme të autostradës, dyshohet se mund të jetë përplasur me mjetet të tjera të cilët lëvizin në këtë aks rrugor, pra në autostradën Tiranë-Elbasan, por ende nuk e kemi të konfirmuar zyrtarisht. Për pak minuta do të kemi edhe një njoftim zyrtar nga policia e Tiranës për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti të rënd dhe bilancin pra e këtij aksidenti, sa persona janë plagosur, ku deri tani kemi të konfirmuar faktin që drejtuesi i betonierës fatkeqësisht ka humbur jetën nga ky aksident kaq i rënd. Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor, i cili ka nisur dhe sekuestrimin e kamerave të sigurisë të bizneseve pranë rreth rrotullimit të Tegut, pra ku ka ndodhur dhe aksidenti, për të përcaktuar më saktë pra shkaqet e aksidentit, pra se si ka ndodhur e gjithë dinamika e këtij aksidenti të rënd, i cili ka shkaktuar tashmë një trafik të rënduar, sidomos në aksin rrugor Tiranë-Elbasan dhe të gjitha mjetet të cilët mund të kalonin në kalimin e mbikalimit tek Tegu, tashmë kalojnë në pjesën anësore të rrugës për të kaluar tek mbikalimi dhe për të vijuar më pas lëvizjen drejt Elbasanin, ndërsa aksi rrugor Tiranë-Elbasan për momentin është i bllokuar nga policia e shtetit deri në përfundimin e plot të gjitha hetimeve dhe shkaqeve të rrethanave të këtij aksidenti të rënd, i cili ngjason me një aksident të 2 viteve e gjysmë më parë, ku 3 të rinj të cilët do udhëtonin me një automjet me shpejtësi nga autostrada, pra nga Unaza Lindore, nga Lundra në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut, u përfshin në aksident duke përplasur me barrierat metalike dhe duke përfunduar në pjesën e poshtme të mbikalimit, ku fatkeqësisht 3 të rinj humbën jetën. Pothuajse aksidenti është i njëjtë, edhe pse janë përfshirë pra 2 automjete që janë përplasur me njëri tjetrin, mënyra e rënjes së betonierës është e njëjtë dhe bëhet fjalë për një aksident shumë të rënd. Edhe pse ka disa minuta për që ka ndodhur, për rreth 45 minuta që ka ndodhur aksidenti i rënd, policia ende nuk ka sjellë në njoftim zyrtar për të sqaruar pra se çfarë ka ndodhur saktësisht për shkak të kaosit të shkaktuar nga aksidenti i rënd, pasi ka pasur shumë automjete duke lëvizur në aksin rrugor të autostradës Tiranë-Elbasan dhe është krijuar një situatë kaotike trafiku, por edhe në momentet e para e ka pasur të vështirë dhe policia dhe ambulancat të mbërrinë në vendin e ngjarjes për shkak të trafikut të rënduar dhe mënyrës se si ka ndodhur aksidenti, pasi është bllokuar i gjithë aksi rrugor. Siç duket edhe nga pamjet e drejtë për drejta, në vendin e ngjarjes ndodhet edhe një automjet i zjarrfikses, të cilët kanë ardhur në vendin e ngjarjes për të bërë pra nxjerrjen
e personave të plagosur nga automjetet. Fillimisht u nxor trupi i drejtuesit të betonieres, i cili u dërgua me urgjencë në spital, por fatkeqësisht humbi jetën. Më pas, në pjesën e sipërme të mbikalimit, ndodhej automjeti tip Audi, i cili u përfshi në aksident duke u përplasur me betonieren, ku një drejtues i ri i këtij automjeti, ende të pa identifikuar nga policia dhe autoritetet, pra emrat e personave të përfshirë në këtë aksident, u transportua me urgjencë në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës. Gjithsesi, Igli, nga pamjet e drejtë... Në këtë momente kanë bërritur dhe automjetet të tjera pandi, të cilët do të bëjnë të mundur heqjen e betonieres pra nga ky aks rrugor për të hapur pra lëvizja e automjeteve, ku aksi rrugor vijon të jetë i bllokuar për rreth 45 minuta. Gjithsesi, nga pamjet e drejtë për drejta, Igli, që shikojmë në këto momente, duhet themi se kanë qenë me fat drejtuesit e tjerë të mjeteve, kur ajo betoniere ka rënë nga rreth rrotullimi lart poshtë mbikalimit, sepse numri dhe fluksi i mjeteve që kalojnë atje poshtë është shumë i madh gjatë ditës. Po, e vërtet pandi në fakt ka pasur lëvizje të shumta të automjeteve gjatë në momentin kur ka ndodhur pra aksidenti, ku fillimisht betonieri është përplasur me mjetin tip Audi në pjesën e sipërme të mbikalimit dhe më pas humbjes së kontrollit ka përfunduar poshtë mbikalimit në aksin rrugor pra të autostradës së Tiranë-Elbasan, ku ka pasur një fluks të madh të automjeteve duke lëvizur, madje dhe me shpejtësinë e lejuar në këtë aks rrugor deri në 80 km/h, siç duket edhe nga tabela në të cilën pra shpejtësia që lejohet në këtë aks rrugor është 80 km/h, pra nuk është një shpejtësi e ulët, është një shpejtësi e lartë ku drejtuesit e automjeteve mund ta kenë të vështirë pra të ndalojnë kur shohin që para tyre nga mbikalimi bie poshtë një betoniere dhe fatmirësisht kanë shpëtuar disa prej drejtuesve të automjeteve duke kaluar para momentit që betoniere ka rënë nga mbikalimi, por ende nuk e kemi të qartë pra informacionin nga policia nëse në kalim, pra në pjesën e poshtme të rrugës betoniereja ka zënë për fund do një automjet tjetër. Fillimisht u tha nga burime policore që betonierja mund të ketë zënë pra dhe automjetet të tjera të ketë përplasur në momentin që ka rënë nga mbikalimi, por konfirmuar saktësisht me pamje nga pranë vendit të ngjarjes kemi parë momentin që betonierja është përplasur me mjetin tip Audi në mbikalim. Janë dhe shenjat e gomave të frenimit të betonieres, por pa rezultat, pasi përplasja siç duhet ka qenë e fortë. Shpejtësia e automjetit tip Audi dhe betonieres ka qenë shumë e fortë dhe makina tip Audi është bërë shosh nga përplasja. Aq e fortë pra ka qenë përplasje për shkak të shpejtësisë së lartë. Madje betoniera ka arritur dhe të çajë dhe barrierat metalike të mbikalimit duke përfunduar në pjesën e poshtme. Nga pamjet e drejtë për drejta shohim që kanë bërritur dhe automjetet të tjera të policisë rrugore, të shërbimit të zjarfikës dhe të emergjencave, të cilët do të bëjnë të mundur pra nxjerrjen e mjetit të tonazhit të rëndë nga ky aks rrugor dhe për të parë nëse ka dhe automjetet të tjera që janë përfshirë në aksident kur ka rënë nga mbikalimi. Igli, unë kam një informacion po ende të pa konfirmuar zyrtarisht që më thonë që ka qenë fat që nuk ka patur automjete që i ka zënë betonierja poshtë, por gjithsesi kjo pritet për tu konfirmuar nga institucionet dhe nga policia e shtetit në radhë të parë në komunikat zyrtare, edhe pse ne po e komentojmë pamjen e drejtë për drejtë që po ti shikon. Nga pamjen e drejtë për drejta që shohim dhe shuajmë me sy të lirë nga lart, duket që nuk ka automjet poshtë betonieres, por betoniera është shkatruar plotësisht, sa është paksa e vështirë për të shuar nëse ka automjete poshtë betonieres apo jo. Por deri në këtë moment, siç duket, nuk do të ketë pasur automjete, pasi dhe ambulancat janë larguar nga pjesa e poshtme e rrugës, ndodhen vetëm forcat policore dhe mjetet e policisë rrugore për të bërë lëvizjen nga vendi i ngjarjes të mjetit të tonazhit të lartë të betonieres, por për shkak se betoniera është shkatruar plotësisht është pak e vështirë për të shuar nëse ka përplasur automjete të tjera, por siç duket
deri tani fatmirësisht shpresojmë që të mos jetë përplasur me automjete të tjera në pjesën e poshtme të mbikalimit. Pra, përplaset të ketë qenë vetëm në pjesën e mbikalimit, në pjesën lart pra të mjetit Audi me betonierin, por do presim njoftimin zyrtar të policisë së Tiranës. Kam komunikuar zyrtarisht pak minuta më parë me policinë, e cila më ka bërë me dje që do të ketë një njoftim zyrtar, më ka konfirmuar faktin që deri në këto momente kanë të konfirmuar pra informacionin që drejtuesi i betonierës ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i mjetit Audi, pra të dy automjeteve të përfshirë në këtë aksident rrugor, do të t'i plagosur rënd dhe është në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore. Prandaj thash dhe pak më parë, është informacion jo zyrtar, ky që merri pak çaste më përpara, që për fat të mirë dyshohet që betonierja poshtë nuk ka zënë asnjë prej automjeteve që kalonin poshtë këtij nënkalimi në një zonë shumë të frekuentuar dhe me një qarkullim të lartë të automjeteve që hyjnë dhe dalin në kryeqytet dhe që drejtohen po ashtu edhe drejt Elbasanit. Por informacioni zyrtar do të jetë ai që do t'i referohemi në minutat në vijim. Pra deri tani kemi një viktim, drejtuesin e betonierës që ka vdekur në vend me sipas gjitha gjasave dhe një të plagosur, apo jo Igli? Po, deri tani pandi kemi të konfirmuar faktin zyrtarisht pas komunikimit me policinë e Tiranës që ka humbur jetën fatkeqësisht drejtuesi i betonierës, ndërsa drejtuesi i mjetit Audi ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e traumës. Sipas informacioneve policore, nga hetimet paraprake është zbardhur edhe dinamika e këtij aksidenti të rënd. Janë informacione dhe hetime paraprake, pasi ende nuk është bërë pra hetimi përfundimtar i gjithë ngjarjes. Në këtë momente ndodhet pra automjete, mjete të policisë rrugore dhe të shërbimit të zjarfikës, të cilët do të bëjnë të mundur heqjen e betonierës pra nga ky aks rrugor, pra për të hapur pra lëvizjen e automjeteve të tjera. Ka mbritur një karrotrec i policisë rrugore, po ashtu pritet të mbërrin edhe automjete të tjera, të cilat të bëjnë të mundur pra heqjen e betonierës nga rruga për të vijuar pra lëvizjen normale në këtë aks rrugor të automjeteve të tjera. Ndërsa në pjesën e sipërme të mbikalimit ndodhet grupi hetimor, i cili po bën matjet e lëvizjes së dy automjeteve të përfshirë në këtë aksident rrugor, gjithashtu dhe sekuestrimin e kamerave të sigurisë për të parë nëse ka pasur pra frenim nga të dyja automjetet. Sipas informacioneve paraprake dhe verifikimeve që po bën në këtë momente grupi hetimor në pjesën e sipërme të rrugës pra në mbikalim, ka shenja frenimi nga betonierja. Fillimisht pra dyshohet se mjeti Audi ka qenë me shpejtësi të normave të lejuara dhe ka goditur betonierën, i cila mund të ketë humbur pra drejtimin dhe më pas është përplasur me barrierat metalike. Në këtë momente policia e shtetit po bën normalizimin e trafikut dhe lëvizjen e automjeteve në krahun tjetër pra të mbikalimit për të vijuar më tej rrugën në drejt autostradës Tiranë-Durrës dhe po kqyrin, siç e thash, kamerat e sigurisë të bizneseve pranë vendit të ngjarjes për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e sakta të këtij aksidenti kaq të rënd, i cili ndodhi mesditën e sotme në kryeqytet në një aks rrugor mjaft të frekuentuar nga qytetarët. Në pamje të drejtë për drejta, nuk kemi më asnjë ambulancë në vendin e ngjarjes, nuk ka më persona të lënduar që mund të dërgohen në spital, pra, por deri në momente informacioni që kemi është pra për një viktim dhe një të plagosur. Pritet që nga momenti në moment pra të bëhet heqja e betonierës nga aksi rrugor, pasi është pak se e vështirë për ta lëvizur pra betonierën, tashmë të shkatruar plotësisht pandi, pasi ka rënë pra nga lartësia në kalim. Është pak se e vështirë për ta lëvizur, do të duhen shumë mjete për shkak se betonierë është totalisht e shkatruar dhe nuk mund të hiqet si një trup i vetëm, pra si një automjet i vetëm për shkak të përplasjes shumë të fortë që ka pasur dhe dëmeve të shumta që ka marrë pra ky mjet i tonazhit të lartë, një aksident i rënd i cili solli dhe fatkeqësisht vdekjen e drejtuesit të betonierës dhe plagosjen e rënd të drejtuesit të tjerë të përfshirë në aksident pra të mjetit Audi, gjithashtu i bërë shosh nga përplasja. Mjeti Audi gjithashtu është duke hequr nga vendi i ngjarjes nga
policia e shtetit, ku në pjesën e sipërme të mbikalimit ndodhen mjetet e tjera të policisë rrugore, të cilët do të bëjnë të mundur pra heqjen e mjetit audit pas përfundimit të ekspertizës dhe hetimit të gjithë aksidentit, pasi janë duke bërë matjet nga grupi hetimor për të parë pra se si ka ndodhur ky aksident kaq i rënd, dhe më pas të bëhet dhe lëvizja e mjetit audi. Siç duket dhe nga pamjet e drejtë për drejtë, oficerë policie dhe punonjës të shërbimit zjarfikës dhe të policisë rrugore po heqin copa të betonieres, pra tashmë të bërë shosh nga kjo përplasje kaq e rënd për të hapur aksin rrugor. Karotreci po afrohet në drejtim pra të aksit rrugor Elbasan-Tiranë për të marrë betonierën, por siç duket me një mjet kaq të lartë, pra të tonazhit kaq të rënd, është pak sa e vështirë për ta lëvizur betonierën me një karotrec kaq të vogël, pasi është një mjet i tonazhit të rënd. Sipas informacioneve do të vinë dhe mjetet të tjera në ndihmë për ta lëvizur nga vendi i ngjarjes. Gjithashtu kam dhe një informacion tjetër, që sipas rregullave dhe qarkullimit të automjeteve të tonazhit të rënd, policia e shtetit nga data 15 qershor deri në 15 shtator ka një kufizim të qarkullimit të mjeteve të tonazhit të rënd për shkak të sezonit turistik, ku në njoftimin zyrtar të dhënë aso kohë nga policia e shtetit u njoftua se njoftojmë qytetarët dhe subjektet e transportit rrugor të mallrave dhe të tonazhit të rënd në zbatim të urdhrit të udhëzimit të përbashkët të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ministrisë së Brendshme gjatë sezonit veror 2026 dhe gjatë ditëve të festave zyrtare do të zbatohen kufizime të posaçme për qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd, pra nuk duhet të qarkullojnë në orare të palejuara, pra do të kenë orare të caktuara për të lëvizur, sidomos në autostrada. Ku në njoftimin zyrtar të aso kohë të policisë së shtetit thuhet se këto kufizime zbatohen për mjetet e transportit të mallrave dhe të tonazhit të lartë mbi 7.5 ton, si dhe për kategori të tjera, ku në autostrada si dhe në rrugë interurbane dhe urbane, kryesisht në subjektet në segmentet që përshkojnë zonat turistike. Periudha e zbatimit është nga data 19 qershor deri në datë 15 shtator, pra këto kufizime të qarkullimit. Dhe qarkullimi do jetë nga ora 15, pra deri në orën 24 të mbrëmjes. Nuk do lejohet pra qarkullimi i këtyre automjeteve, pra kur ka fluks të shumë të lëvizjeve të automjeteve të tjera për shkak të sezonit turistik, pra gjatë pasdites. Por siç duket ka pasur dhe lëvizje të betonierëve ditën e sotme në këtë aks rrugor mjaft të frekuentuar nga qytetarët. Ka qenë një njoftim zyrtar i cili bëhet gjithmonë nga policia e shtetit në çdo sezon veror, nga 2 javësh i parë i qershorit deri në 2 javëshin e parë të shtatorit ka kufizime të lëvizjes së automjeteve të tonazhit të rënd, pra nuk lejohet të lëvizin pra për shkak të sezonit turistik. Por që në fakt në të shumtën e rasteve, se ne jemi vetë edhe drejtues mjetesh, ky urdhër edhe nuk zbatohet në një pjesë të mirë të akseve rrugore, qoftë nga makinat e tonazhit të rënd, dhe kjo ndodh edhe gjatë fundjavave kur fluksi është më i madh. Sapo ka reaguar zyrtarisht policia pandi? Po, atëherë ta dëgjojmë versionin zyrtar të policisë, Igli. Zyrtarisht policia njofton se rreth orës pra 16:20 të ditës së sotme te rreth rrotullimi i Tegut një kamion pompë betoni, pra një betoniere, është përplasur me një automjet. Si pasojë e përplasjes, sipas policisë, kamioni pompë betoni ka qarë barierat metalike mbrojtëse të rreth rrotullimit dhe ka rënë në nivelin e poshtëm të aksit rrugor tek Elbasan në drejtim të Elbasanit, pra në autostradën Tiranë-Elbasan. Përpasoj, njëri prej personave që udhëtonte në kamion pompë betoni, pra në betoniere, dyshohet se ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Pra sipas policisë, drejtuesi i betonieres ka humbur jetën fatkeqësisht në vendin e ngjarjes, ndërsa personi tjetër është transportuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. 2 personat që ndodheshin pra në kamion në betoniere, pra sipas policisë në betoniere ndodheshin 2 persona, janë ende të pa identifikuar dhe po punohet në përcaktimin nëse personi që ka humbur jetën në vend
ngjarje ishte drejtuesi i kamionit apo ishte personi që ndodhet në spital. Pra, në betoniere e pandi, zyrtarisht tashmë kemi të konfirmuar faktin që kanë qenë dy persona, ka qenë drejtuesi i betonieres, ka qenë dhe një pasagjer, por ende policia nuk ka identitetet e tyre, ku njëri prej tyre ka humbur jetën, ndërsa një tjetër është i plagosur rënd. Ende nuk dihet zyrtarisht nëse ka humbur jetën drejtuesi i betonieres apo pasagjeri në betoniere. Ndërkohë drejtuesi i automjetit tjetër, i cili ndodhe në mjetin tip Audi, i cili është përplasur fillimisht në mbikalim me betoniere në shtetasi me iniciale RN, rreth 28 vjeç, i cili është dërguar në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën sipas policisë së Tiranës. Sipas Forcave Blu të Tiranës, në vendngjarje ndodhen shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit për të përcaktuar pra të gjithë dinamikën e plotë të këtij aksidenti të rënd, ku sipas policisë pra fillimisht ka qenë përplasja e mjetit Audi me betoniera që thamë dhe më parë, dhe betoniera ka qarë barierat metalike duke përfunduar në pjesën e poshtme të mbikalimit dhe kemi 3 persona të dëmtuar nga ky aksident i rënd, ku fatkeqësisht një person ka humbur jetën, njëri ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin e Tramës, ndërsa drejtuesi i mjetit tjetër tip Audi ndodhet në spital, pra 28 vjeçari në gjendje të stabilizuar, pra jashtë rrezikut për jetën sipas policisë shtetit. Policia e Tiranës konfirmon dhe faktin që fatmirësisht pandi nuk ka pasur përplasje dhe me mjetet të tjera në pjesën e poshtme të rrugës. Informacione që dhe pak minuta më parë e konfirmon policia. Pra ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë i këtij aksidenti tragjik. Pandi që betonieria në momentin që betoniera e ka rënë në pjesën e poshtme të mbikalimit, fatmirësisht nuk është përplasur me mjetet të tjera të cilët kanë qenë duke lëvizur në këtë aks rrugor, pra të autostradës Tiranë-Elbasan në rreth rrotullimin tek mbikalimi i Tegut. Fatmirësisht nuk është përplasur me automjetet të tjera pra poshtë mbikalimit, tashmë një informacion i konfirmuar zyrtarisht nga policia e shtetit. Zyrtare pra në aksident janë përfshirë vetëm 2 automjete, fillimisht në mbikalim, automjeti Audi me betonieren dhe më pas betoniera e ka rënë nga mbikalimit duke qarë barierat metalike, duke përfunduar në pjesën e poshtme të rrugës, por fatmirësisht pa u përplasur me mjetet të tjera të cilët ka qenë duke lëvizur në këtë aks rrugor. Pra lajmi i mirë i këtij aksidenti tragjik është që betonierja që ka rënë nga rreth rrotullimit tek Tegu poshtë nuk ka zënë asnjë prej mjeteve dhe ne diskutuam edhe pikpyetjet edhe për frekuentimin edhe për qarkullimin e mjeteve të shumta në këtë aks kur ka ndodhur aksidenti rreth orës 16:20 minuta të pasdites së sotme. Pra betonierja e shkatruar është e vetme që po përpiqet të lëvizet nga mjetet e forcave të policisë. Ndërkohë, regjia po na sjell pamjet e Audit të shkatruar në pjesën e sipërme të rreth rrotullimit Igli dhe godia duhet të qenë vërtet e fortë e betonieres dhe Audit përpara se betonierja të binte poshtë. Po, dyshohet sipas hetimeve paraprake nga grupi hetimor që përplasja ka qenë shumë e fortë, pra kanë qenë me shpejtësi tej normave të lejuara Audi, po ashtu dhe betonieria dhe përplasja ka qenë aq e fortë sa duket edhe nga pamjet e dëmtimeve të rënda, materiale që ka pësuar si mjeti Audi, bërë shosh nga përplasja e fortë, po ashtu edhe betonieria e cila ka pësuar dëmtime të mëdha materiale, sidomos në momentin që ka rënë nga mbikalimi në pjesën e poshtme të rrugës. Pra dyshohet për një shpejtësi tej normave të lejuara, për shkak të shpejtësisë së fortë, pra edhe përplasja ka qenë shumë e fortë dhe betoniera ka arritur të çajë edhe barierat metalike, pra na kujton aksidentin e 2 viteve gjysmë më parë, pra ku ndodhi njëjta skenë, pra aksidenti ku 3 të rinj që po udhëtonin me një mjet Audi dhe asokohe, pra prej shpejtësisë së lartë duke ardhur nga unaza lindore nga Lundra, u përplasën me mbikalimin në barierat metalike dhe më pas përfunduan në pjesën e poshtme të rrugës, ku fatkeqësisht 3 të rinj të humbën jetën aso kohë dhe u diskutua madje gjërë në opinionin publik për sigurinë pra të barierave metalike
në këtë aks rrugor. Siç duket, ngjarja përsëritet sërish dhe fatkeqësisht me një viktim, një person të plagosur rënd dhe një person tjetër të plagosur në gjendje të stabilizuar jashtë rrezikut në spital. Por që duhet theksuar Igris edhe komunikata e policisë, dyshimin që ne kishim deri pak çaste më parë e vënë dukje që viktima që ka humbur jetën në vend ngjarje nuk dihet nëse është drejtuesi i betonierës apo personi që ndodhej në këtë betonierë, pra është ende e paqartë sepse ata janë të pa identifikuar, edhe ndoshta kompania që e ka këtë betonierë mund të sjellë ndoshta informacione edhe për policinë në këto momente. Po, në fakt, policia e shtetit po kontakton me kompaninë cile ka në zotërim këtë betonierë për të bërë identifikimin e personave të cilët kanë qenë duke udhëtuar me këtë betonierë, pra pasagerit dhe drejtuesit të mjetit, por për shkak se aksidenti ka qenë shumë i fortë dhe përplasja ka qenë shumë e fortë, pandi ka qenë dhe vështirë të kuptohet se në cilin vend kanë qenë personat që janë plagosur rënd dhe ka humbur jetën në betonierë, për shkak se kanë dalë pra nga betonierja në momentin që betonierja ka përfunduar në pjesën e poshtme të mbikalimit. 2 personat e plagosur rënd dhe personi tjetër i cili fatkeqësisht ka humbur jetën janë gjetur jashtë betonierës në pjesën e rrugës nga policia e shtetit dhe nga shërbimi zjarfikës dhe nga ambulancat. Prandaj kanë ende të paqartë se cili ka qenë drejtuesi i mjetit dhe pasagerin në këtë mjet të tonazhit të rënd, por pas komunikimeve që policia dhe grupi hetimor pritet të ketë me përfaqësues të kompanisë që zotëron pra betonierën në fjalë, do të bëhet dhe identifikimi i viktimës dhe i personit tjetër të mbetur të plagosur rënd në këtë aksident. Ndërkohë, sa i përket edhe qarkullimit Igli të automjeteve që hyjnë dhe dalin në kryeqytet, a është lehtësuar disi situata e trafikut të rënduar si rrjedhoi këtij aksidenti tragjik? Vijon të jetë një trafik i rënduar, pasi pjesa e nënkalimit është ende bllokuar për shkak se mjeti tonazhit të rënd i përfshirë në aksident të betonierja ende nuk është nxjerrë, siç duket nga pamjet e drejtë për drejta, u bë një manovër nga mjetet e policisë rrugore për ta lëvizur betonierën nga vendi dhe është lëvizur pak nga vendi nga ku ka rënë, pra nga mbikalimi. Policia rrugore po mundohet që të marrë betonierën, tashmë e shkatruar plotësisht për ta vendosur në një karrotrec dhe për të hapur aksin rrugor për shkak se trafiku vijon të jetë i rënduar në pjesën e djathtë të karrexhatës për të vijuar më pas lëvizjen normale e automjeteve edhe nga nënkalimi, jo vetëm në pjesën e mbikalimit për të shkuar më pas drejt autostradës. Ndërkohë një tjetër karrotrec i policisë rrugore u afrua në pjesën e mbikalimit, pasi do të bëjnë dhe heqjen e mjetit të Audi të bërë shosh nga përplasja e rënd, pasi matjet dhe ekspertiza e vendit të ngjarjes nga grupi hetimor i policisë rrugore ka përfunduar paraprakisht në vendin e ngjarjes, fillimisht ku ka ndodhur përplasja e parë, ndërsa pritet të lëvizet pra betonierja nga vendi i ngjarjes, pasi gjithë hetimi i policisë do jeti fokusuar në pjesën e sipërme, në mbikalim, pasi aty ka ndodhur aksidenti, aty ka ndodhur përplasja e parë për të parë shkaqet dhe rrethanat, për të përcaktuar dinamikën e plot, ndërsa në nënkalim pra është vetëm momenti kur ka rënë betonierë dhe fatmirësisht nuk ka përplasur automjetet e tjera të cilët kanë qenë duke lëvizur në këtë aks rrugor. Siç duket, policia rrugore dhe ekspertë të shërbimit të zjarfikës dhe të emergjencave kanë pak të vështirë për ta lëvizur nga vendi betonierën dhe për ta larguar nga ky aks rrugor, pra duhen mjetet. Po pra nuk bën punë vetëm karrotreci në këto momente, sepse karrotreca më të mëdha se betonierja. Është e vërtet, është pesha e rëndë e betonierës, është shumë më e madhe se mund të përballoj një karrotrec për të lëvizur mjetet në rast të aksidentesh, kështu që ndoshta po presin mjete të tjera. Po presin mjetet të tjera për të bërë lëvizjen e betonierës, për shkak se 2 ato mjetet që ndodhen në vendin e ngjarjes, pra 2 karrotrecët dhe një mjet i shërbimit zjarfikës, e kanë
të vështirë për ta spostuar dhe për ta lëvizur nga vendi betonierën e përfshirë në aksident. Fillimisht u bë spostimi nga pjesa e mbikalimit në pjesën e sipërme të barierave metalike, pasi betonierja ndodhej pra e ngecur pjesa lart në barierat metalike, por u spostua me kujdes nga punojësit e shërbimit zertikës dhe emergjencave, po ashtu dhe nga mjetet e policisë rrugore, dhe po pritet pra që të cilën mjetet e tjera për të ardhur në ndihmë për ta lëvizur të mjet të tonazhit të rënd të përfshirë në këtë aksident tragjik i cili solli një viktim, një të plagosur rënd dhe një person të dëmtuar jashtë rrezikut për jetën në spital. Ndërkohë policia rrugore vijon ende pra normalizimin e fluksit të automjeteve, pasi trafiku është shumë i rënduar. Më ndihmon edhe me pamjet operatori IA2 CNN Clinton Kamberi në pjesën e pasme pra të autostradës. Në aksin Tiranë-Elbasan kemi një fluks të madh të automjeteve që qëndrojnë të bllokuar për mbi një orë për shkak të këtij aksidenti kaq të rënd. Pothuajse autostrada është bllokuar totalisht për shkak se kanë akses vetëm në pjesën e djathtë të Karrexhatës në mbikalimin e rreth rrotullimit të Tegut. Ajo është një segment dhe një kryqëzim dhe apo rreth rrotullim, çfarë do emri mund t'i vendosim, që ka trafik edhe kur nuk ka aksidente. Mendo në këto gati 2 orë të kësaj përplasje tragjike të betonierës me Audin dhe rrëzimin e betonierës poshtë në nënkalimin tek Tegu, se çfarë trafiku ka krijuar në hyrje dalje të kryeqytetit. Mirë, Igli Çelmeta, unë të falenderoj për të gjithë raportimin, detaj mas detaj, hap mas hapi të kësaj ngjarje të rënd në kryeqytet. Ne do të jemi sërish së bashku për të tjera detaje në vijim, por të nderuar teleshikues, do të kemi hapësirë